Hajdeni me mu sot në Austri, t'ju tregoj se qysh ja kom organizu burrit për fasin e ditëlindjes. Një javë ditë ma herët e kemi planifiku ditëlindjen, fatmirësisht komplet familja kena marrë sekretin, e me qenë se burri s'ka pas pushim ma shumë, na është dasht me shfrytzu premte, shtune, djele, maksimum. Ideja ka qenë që si të kthejt prej pune, na me qenë gati. E kemi marrë drejtimin për në Bog restoran. Ky restoran është i ndërtuar pranë rënojave të një kështjelle me mbi 900 vite histori që daton prej shekullit të 11. Ky vend është një prej pikave më të njohura të Bregenzit, jo veç për panoramën mahnice mbi liçenin Bodensee, po edhe për historinë që e ka, një vend perfekt romantik për ditëlindje. Një ndër arsyet se ky vend është kaq i veçantë është panorama mbi rajonin ku bashkohen Austria, Gjermania dhe Zvicra. Kam ka bu tjetër përshtypje është se këtu organizohen evente të ndryshme. E gjatë kohës që ishim na, ka qenë të mbajt edhe një dasam, po për shkak privatësisë nuk u mujt me filmu, ama pamja dhe atmosfera kanë qenë mrekullueshme. E masi na jemi adhuru peshkut, edhe sot e kemi zgjedh. E sa i përket ushqimit, 10/10, nëse veç keni diçka të veçantë, ja vlen shumë. E në pjesën e dytë të videos janë edhe aktivitetet në Bregenz, edhe vendet që ja vlen me vizitu.